Shpytja fundit, Selamu alaikum o gjëndëruar, a lejo tregtia me qenë gjahu, pra me ble apo me shit. Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fitu me hangër parën për qenit. Edhe zagartjen qenë. Janë lloje qenëve. Është ndalume, është haram me fitue prej qenëve. Me rrit qenë, pastaj me shit, është haram. Me ble qenë ma lirë, e me rrit, e me nreq, e me trajnu, e me shit, është haram. Thonë, fitimi prej qenëve është haram. Por, pastaj komentatorët e hadithit kanë thonë, nëse dikush ka nevojë për qenë, nevojë të domosdoshme, për qenë specifik me cilësi të veçanta, dhe ky nuk mundet me gjetë falë që ja jep dikush në qasë qeni, ky lejohet për shkak të domosdoshmërisë, ky që e blen nuk ka haram, po ka haram ai i cili e fiton, e merr fitimin prej atij qeni. Për to, themi se këtu bëjmë pjesë edhe zagartë edhe qenë të sharrit edhe krejt, fitimi prej qenëve është haram, wallahu a'lam.